486.994 është numri votave që lëvizja vetëvendosje ka marrë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Sipas rezultateve të përmbledhura të KQZ-s, pas përfundimit të numërimit, kjo parti ka siguruar 51.11% të të gjitha votave, apo 57 deputet në legjislaturën e 10. Në reagimin e parë të vetëvendosjes pas përmbylljes së procesit, shkruan se rezultati e konfirmoi si subjektin politik më të votuar në historinë e Kosovës. Faleminderit të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që nuk lëshuan pe dhe votuan për siguri dhe begati. Faleminderit secilit për mbështetjen e jashtëzakonshme dhe për fitoren tonë të fuqishme në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Partia Demokratike është renditër e dyta me 192.407 vota, të cilat ia siguruan 22 ulse në kuvend. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza paralajmëroi intensifikim të veprimit politik. Në një garë të vështirë dhe të pabarabartë, ruajtja e votës sonë është dëshmi se mira qytetarë besojnë në punën, seriozitetin dhe vlerat që PDK-ja i përfaqëson. Ky besim na obligon më shumë se kurrë që të riorganizohemi, të konsolidojmë radhët tona dhe ta intensifikojmë veprimin politik. Kryetari lidhjes demokratike Lumer Abdigjiku ka thënë se rezultati zgjedhor ka qenë larg atij që e ka pritur. LDK-ja nga zgjedhjet e 28 dhjetorit është renditur e treta me gjithsej 126.102 vota apo 15 mandate në kuvend. Abdigjiku ka thënë se asnjë individ brenda partisë nuk do t'ju shmangët përgjegjësisë e reflektimit. Por njëkohësisht dua të jemi qartë, LDK është parti institucionale. Çështjet tona nuk zgjidhen në statuse emocionale, as në klithma sociale, e as në debate të çastit. Pas certifikimit të rezultateve sipas statutit dhe traditës sonë demokratike, do të mblidhet kryesia e LDK-s dhe pasaj, siç kam paralajmëruar natën e zgjedhjeve, do të organizohet dhe kuvendi i LDK-s, aty ku vendos antarësia e jo klithmat e interesave të ngushta. Sipas rezultateve të publikuara nga KQZ-ja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka gjithsej 52.370 vota apo 6 ulse në kuvend. 9 deputet do t'i ketë sërish lista serbe e një partia e drejtuar nga Nenad Rashić. 10 vende në kuvendin prej 120 antarësh ndahen edhe nga komunitetet jo serbe konform fuqisë së votës.